A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Paqja qoftë mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij dhe të gjitha ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë. Ligjërata e sotme që do të flasim është mbi shtyllat e Islamit. Lidhe me hadithin e pejgamberit Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bunia al-Islam ala khamsin, pra Islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla. Shtylla e parë është pra dëshmia me dëshmu se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pra ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe me dëshmu se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Pra kjo është dëshmia apo çelësi i pranimit të Islamit ose